por shumë prej ata shoqëruar besimtare që sot janë duke dekretuar besimin e tyre me buzë, do jenë jashtë qytetit dhe do ta shikojnë Mesian Jashuan fizikisht dhe masandaj do mësohen nga rrugët e ligjit të atit që Mesia do jetë duke mësuar kombeve, duke lënë zyrën, masandaj pritrisë Sadoku që thet në Ezekieli 40 dhe 48. Shumë ta shoqëruar besimtare që kanë bërë lutjen e shpëtimit më përpara, do jenë jashtë qytetit, duke shikuar Mesian që është mbret me të gjithë dheun, masandaj do besojnë në ai Mesia i vërtetë, jo në ai Mesia katoliku që kanë folur pak më përpara. E di pse do jenë jashtë ta shoqëruar shumë besimtarë? Sepse kanë dekretuar me buzët e tyre që unë besoj dhe ti e ati i krijimit të qiellit tokës dhe më dhe Mesian që unë të shpëtohem, por nuk kanë dashur të ecin në urdhrimet në festat e tija biblike. Kur unë shikoj deklarime të tilla, kur unë shikoj deklarime të tilla në Isaia 45, kur flet për në këtë rast për disa principe të urdhrimeve të atit, kur shikoj në Isaia 66, kur shikoj në Ezekieli 46, kur flet për ngrenjen pastër, ata që në këtë rast han mishin e derit thot do gjykohen, ata që nuk mbajnë beslidhjen atit në Zanafilla 17 që i përket rreth prerjes, thot, nëse ata nuk praktikojnë urdhrimet e mia, thot, asnjë në këtë rast i pa rreth prerë dhe i pa pastër nuk do hyjë në qytetin tim, thot ati. Janë gjëra shqetësuese vëlla motër që shikojmë sot që çfarë praktikojnë. Unë e di që sot ka zot teologji që me të shikuar disa aspekte që apostujt praktikonin, Mesia mbajti dhe beri, masandaj dalin për të kundërshtuar si për të justifikuar ligjin dhe urdhrimet e atit që na japin shenjtërim, na mbajnë pastër, na mbajnë larg nga mëkati. E kam ruajtur fjalën tënde që të mos mëkatoj kundra teje, kishte fjalën ket mbreti David në Psalmin 119, kishte urdhrimet, ligjin e tij që po fliste i tër kapitulli. Si një mund ta bëjë njeri rrugën e tij të pastër, duke ruajtur urdhrimet tënde, duke ruajtur fjalën tënde. Fjalët e Urta 7:2 thotë të njëjtën gjë. Ruaj urdhrimet e mia si bebja e syve tënd, thotë. Sepse urdhrimet e Mesias vëlla motër janë disa që na dha lavdi atit, por nuk ishin kundra urdhrimeve të atit. Mesia tha që ndronin në Jeruzalem. Që tha apostujve, shkoni predikoni lajmin e mirë, jo tha apostujve. Shkoni bëni dishepull nga të gjitha kombeve, pagëzojeni, dishipullizojeni dhe pagëzimi, vëlla motër, nuk është një larje dhe unë do të deklaroj besimin që kam. Besimin që ti ke deklarove në momentin që the unë besoj që u ringjall në ditën e tretë. Pagëzimi në ujë ka të bëjë me veshjen e njeriu të ri, në këtë rast që ka të bëjë me dedikimin personalin tëndin, që tani unë do nderoj gjakun e beslidhjes, do nderoj emrin tënd, do ec në urdhrimet tënde, i thua atit. Në të mirën time të mundshme, fryma do më ndihmojë, ti do më ndihmosh, sepse unë kam një zemër për ty, dua të ndjek ty. Si e ndjekim sot atin dhe Mesian vëlla motër? Ne sot kemi shumë deklarime që janë të cekta të gojës tonë duke thënë, unë e ndjek atë. Unë kam mendjen e Mesias, të gjitha këto fjalë që janë pa dhënë detajet. Si e ndjek atin ti sot? Si e ndjek, si ke mendjen e Mesias? Mendja e Mesias ishte në mendjen e frymës. Mendja e frymës është mendja e atit. Mendja e atit ku shprehet në fjalën e tij, në urdhrimet e tija. Prandaj, kur ti dhe unë kemi mendjen e Mesias, do thotë që ne po ecim siç Mesia eci. Sepse mendja mishore nuk do të zbatojë urdhrimet ligjit e atit. Romakëve 8:7. Kur ecën në frymë, kur ecën në zbatim të urdhrimeve dhe i bindesh atit, në këtë rast kur themi tek ati dhe i bindemi me gjithë zemër, zerit të tija, duke respektuar urdhrimet e tira, atëherë ati na kthen nga slllavëria, ka mëshirë dhe masandaj do na mbledhi nga të gjitha popujt ku neve të tërë si besimtarë jemi shpërndarë.
Prandaj konteksti në dhjatën e re, në Beslinë e re, ke 12 fiset e Izraelit që ishin të shpërndarë, që Jakovi po flet. Hapurazi. Po flet për ligjin e përtërirë, vëllezër e motra, ju jeni akoma të shpërndarë në përbotë, unë e di thot. Jeni akoma atje, sepse ati ju ka dëbuar, sepse ju, jo ju tha, po etri tanë, tha qenë në qfarë? Qenë rebel, thot ndaj urdhrimet të atit, dhe ati i dëboi në për gjitha kombet. Por, thot, kjo profesi e ligjit për 30 po përmbushet akoma, thot, është në aktive në jetën tonë, do jetë derisa Mesia të vijë, thot. Sepse, masandaj, kur se cili prej nesh të kthehemi ndaj atit në Mesian, dhe ati masandaj thotë që neve duhet i bindemi zerit të tij, vëlla e motër. Duhet të zbatojmë urdhrimet e tija, ne dhe familja jonë, që alem një trashëgimi në familjen tonë, bijve tanët, neve dhe bijtë tanët, të bijve, kjo që sot nuk po ndodh realisht për fat keq në Shqipëri, që të lejmë një trashëgimi të mirë në Sion, në zbatimin e urdhrimeve dhe festave biblike, që ati masandaj të na kthej nga slllavëria tonë, frymra të manipuluese të mendjes që influencojnë mendjen, largohen në jetën tënde, vëlla motër, sepse ati vepron mbrapa krave tënde dhe timeve dhe lufton armiqtë të tanë, si rezultat që neve praktikojmë urdhrimet e jemi bindës ndaj zerit të tij. Prandaj shikon e lavdiatit të gjitha aspektet që shikojmë në apostull që praktikojnë në festat urdhrimet e tija, sepse ata e dinin që vëllezërit e tyre që Bibla u shkrua për ta, për judenjtë, masandaj u shkrua dhe për neve. E dinin që ishin të shpërndarë, 12 fiset e Izraelit që janë të shpërndarë në tërë botën, që ati tani po i kthen për t'i çuar në për t'i çuar në tokën e premtuar, në këtë komplet të kuqen, vëlla motër, jo në këtë kaq pakën. Të gjitha kjo do jetë toka e premtuar, të shikon në të verdhë. Jeruzalemi i ri, qyteti i ri që do zbresi, ky qytet madhështor që ka përmasat sa 2/3 e Amerikës, do zbresin atë ditë. Do zbresin mbas mundimit të madh, mbas shtrëngimit të madh, mbas zemërimit të atit do ketë gjykuar kombet, Mesia vendoset mbret mbi Tërdeun, dhe masandaj ke fillimin e Isaias së 2 që nga ky qytet, nga Sioni, do dali ligji, do mësohen ligji atit, urdhrimet e tija të gjithë dheut. Është një kushtetutë në tërë botën, pastaj është ligji i tij, toraja e tij e përsosur, vëlla motër, që do praktikojnë të tërë ata që janë prezent brenda qytetit dhe jashtë, do të mësohet kombeve. Do të mësohet kombe rrugët e drejta të atit. Le të vazhdojmë në ligjin për të rirë 30, profesia që është aktualisht sot që po ndodh tek ne. Halleluja, bab. Yeshua King është mbret me bab. Mirë bab. Një moment, sa ta kaloj shkrim. S'po më lejon momentin. Okej. Ja ku kemi ligji për të rirë 30, që përcakton legalitetin atë. Shikon, lexoj ligjin e për të rirë 28, që është për ty dhe për mua, vëlla. Është aktiv në jetën tonë. Lexoj një. Bekime që ati jep si rezultati i bindjes së zerit të tij, zbatimit të urdhrimeve të ati. Çfarë ndodh në jetën tënde? Ata që apostulli Jakovi po thoshte, po deklaronte. Fjala dëgjoj në këtë rast nuk ka të bëjë me dëgjimin e veshit vetëm, vëlla motër. Kur fjala dëgjoj që flitet në ligjin për të rirë 6, dëgjoj Izrael, Jahve Elohimi tënd është një. Ka fjalën me të dëgjuar dhe të beren, të dëgjuar dhe të zbatuarën. Ky është koncepti hebraik që flitet dëgjoj, shema në këtë rast që quhet. Dëgjoj Izrael, ka fjalën dëgjoj, fjalën e atit, lexohet dhe praktikohet. Ata po thoshte Jakovi 1:21 deri 25. Një moment, sa ta zmadhoj pak që dhe ndoshta ju që po ndiqni në telefon, keni mundësi që të shikoni më tepër. Kjo profesi, vëlla motër, është aktive sot që po ndodh
dhe do jetë aktive derisa Mesia të vijë. Flitet në Jakovi 1, po flet për të njëjtën profesi. Do ta shikojmë më vonë, po le të jasa ta rregulloj pak. Atëre, vëlla motër, shikoj në ekranin tënd. Ja një moment sa të heqim. Me di vëlla motër, është një mësim më vete. Fjala Perëndi nuk është biblike vëlla motër. Është një titull pagan që i kanë dhënë dhe i jep një titull masandaj atit që nuk ekziston. Fjala Perëndi do të thotë perëndimi i diellit, kishte bën me adhurimin e diellit. Ishte një zot që godiste, një zot i pjellorisë, kishte përpalin. Këto emra janë marrë që në atë kohë vëlla motër. Më dëgjoj me gjithë zemër po e them. I kam studiuar, i kam shikuar për vite këto gjëra. Fjala Elohim është fjala e Atit, është gjuha e tij, do thotë Zot. Kur thua Zoti tim, në këtë rast krijuesi i qiellit tokës, është në rregull, është një titull, por nuk mund të përmendim emra të tjerë më vonë. Fjala Yahweh është emri i tij vërtet, është titulli i Atit në këtë emri i tij vërtet, jo titulli, emri i tij vërtet. Kur ne themi Yeshua Mesia është Zot, është një titull, atë ka bërë Zoti, ka dhënë hynie, gjykatësi, sunduesi, që mbretëron, është një titull vëlla motër. Nëse, vazhdojmë. Okej, e veçuam pak në këtë rast, e pastruam çik, lavdiatit. Kur të ketë rënë në kurriz të gjitha këto gjëra. Cila gjëra vëlla motër? Po fliste për legalitetin përpara. Në këtë rast, bekimin dhe mallkimin që kishte thënë në kapitullin 28 dhe 29. Kur të kërën në kurriz të gjitha këto gjëra, bekimi dhe mallkimi që unë kam vënë përpara, ne ka vënë në jetën tonë. Dhe ti do t'ja kujtosh të gjitha kombeve në të cilën Yahweh Elohimi yt do të ketë dëbuar. Kombe që Izraelin tani ka dëbuar i ka shpërndarë vëlla motër. Janë Izraelit që janë shpërndarë për tej dhe në këtë rast ata janë drita në këtë rast që Ati ka vendosur për të sjellë lajmin e mirë që Mesia la. Ishin apostujt që e morën menjëherë mbas Mesias, masandaj u shpërndan të tjerët që apostujt trajnuan në për botë, që u dëbuan në për kombe që Ati ka akoma aktualisht janë të përndarë. Në atë ditë, thot, ti do t'ja kujtosh cilat to bekime, këto mallkime, thot, që unë ka vendosur në kombet që ti e dëbuar, dhe kur të kthehesh tek Yahweh Elohimi yt, në këtë rast dhe do t'i binde zerit të ti, bite tu me gjithë zemër, me të gjithë shpirt, duke respektuar të tëra ato që unë po të urdhëroj sot, Yahweh Elohimi yt do të ktheje nga skllavëria dhe do të ketë mëshirë për ty dhe do të mbledh përsëri nga radhët e popujve në të cilën të ka dëbuar, thotë që Ati Yahweh Elohimi yt. Kjo po ndodh restaurimi i 12 fisëve të Izraelit që ne jemi shartuar tani vëlla motër. Ati po restauron, po i kthen. Po i kthen të gjithë bijtë e tia që i ka shpërndarë, po na restauron dhe ne po na çon në tokën e premtuar. Dhe le ta shikojmë tokën e premtuar. Toka e premtuar vëlla motër. Se gjeta një foto që një vëllai kishte bërë aq bukur që është profecia e Zanafillës 16 akoma mos gaboj po, akoma aktive. Le ta shikojmë tokën e premtuar që Ati po vazhdon. Nga çova tani, ja një moment. Toka e premtuar. Që është Jeruzalemi i ri. Shtoka që Ati ka thënë që do t'ja japi popullit të tij dhe do na japi dhe ne, sepse na ka bërë një me ta. Ja, lavdiat, e gjeta. Okej. Dhe flet për profesinë nga lumi, në këtë rast nga proja e Egjiptit deri te lumi i Eufratit, që proja e Egjiptit është lumi Nili. Ja, do ta shikosh në ekran dhe masandaj un kam bërë dhe foto të tjera masandaj më të mira, por ja ku e ke. Ja ku e ke vëlla motër.
në kuqe, është premtimi që Ati do japi me qytetin e ri që do zbresi nga qelli në ditën e Atit, vlla motër. Nga lumi, ako shiko në përrojnë e Egjiptit, deri në lumin e Ofratit. E tërë kjo distancë do jetë qyteti i ri që do vendose 2300 km². Ti sot ke Izraelin që është në të blu, shiko, nuk është to ka premtuar ka që Ati premtovi në Zanafilla 16 apo 15 të njëra për këtyre. Nuk është ka që to ka premtuar sa që është në të blu këtu Izraeli tani aktualisht si kom, si territor. Premtimi që Ati dha nga lumi nga proj Egjiptit deri në lumi Eufratit është tëra në të kuqen. Është tëra në të kuqen që ti shikon sot, tu përpara. Ja, ndoshta e gjej një foto, ta shikosh atë Jeruzalemin e ri që të kuptosh. Për lavditë të tia. Okej, është në anglisht, por gjithsesi e kupton, e merr vesh për çfarë po flasim. Nuk ka rëndësi, por ja ta shikosh. Është ajo që dua të tregoj më premtimin e ligjit të përlirit 30 që filloi restaurimi për mua dhe për ty sepse besuam tek Mesia te Krishti vlla motër. Tani filloi ky premtim që Ati do japi mbas shtrëngimi mundimit të madh të tokë të premtuar në të kuqe që shikon ekran. Ky është premtimi vlla motër. Për ata dhe për ne sepse jemi një, Efesianë 2, Romakëve 11 flet për të njëjtin koncept. Ja ku ta kam bërë. Unë e kam bërë në këtë mënyrë, në këtë rast, kur nga ana e territorit që shikon me komplet në të verdhë, atë që shikojmë këtuja. Që Ati do vendosi qytetin e tia, Jeruzalemin e ri. 2300 km, që fletë zbulesa 21-16, 12 stade. Qyteti i madh, Jeruzalemi i ri, Parajsa apo Mali Sionit, shtëpia e Jahwe, kopshti e Edenit i restauruar vlla motër, për këtë po flasim. Unë bera nga ana të në vetë, për bera një llogaritje në Google Map. Kë nga Nili, nga proji i Egjiptit, deri në këtë rast në lumi Eufrat. Ishte pothuajse 1700 kilometra. Por shikohet bredhinë e kësaj rruge sepse ishte në këtë mënyrë. Por po të vendosësh dhe 800 kilometra të tjere, masandaj që ta rregullosh siç Ati në këtë rast tha, dhe normal që do jetë katrore, ke të bësh me 2300 kilometra katrore në vllajën e Saudis, në Arabia Saudite që thënë. Ky është premtimi, Ati do ta sheshoj këtë tokë vlla motër. Do ta pastroj, do ta shenjtëroj me engjëjt, janë shkrime që fliten për këtë premtim që po vjen. Qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, ky është premtimi që të hyj ti, familja jote brenda, sepse jashtë masandaj janë kush në zbulesa 22:15. Jashtë i pamë kush ishin tërë veprat e mishit dhe ata që duan dhe zbatojnë gënjeshtrën. Gënjeshtra është që ligji është hequr vlla motër. Gënjeshtra është të shkosh mbas balit dhe të mos zbatosh urdhrimet e Atit. Gënjeshtra është të jesh akoma në dy mendime, në mendje. Kërkome si ato, zbatoni urdhrimet e Atit tim, besoni tek mua, besoni dhe tek Ati tim, se unë erdha prej ti, u linda prej ti, unë ngjisa prej ti në barkun e Miriam. Ndoshta ja dhe për nëse ja po e hedhim qytetin e ri, Jeruzalemin e ri që do për lavditë të tia, në atë ditë. Në atë ditë do zbresi nga qelli i tretë. Lavdia Atit do vendoset në tokë dhe shumë prej tyre në bota që do ta shikojë do mendojnë ç'është kjo gjë që po zbret, ky alien që po vjen. Se të tërë këto njështrat e alienëve që ke sot në për lutemi Atit. Nuk ekzistojnë alienët vlla e motër, mos mendo se ekzistojnë, janë vetëm manipulime të nazës. Vetëm janë dera që kanë bërë njeriu, që ka futur si e si. Jeruzalemi i ri, premtimi, toka e premtuar, nga proji i Egjiptit deri në lumin e Eufratit.
Ja ku ke, qytetin që fletë Zbulesa 21-22 hapurazi. Me kristali, thot, ari të kulluar transparent, me 12 portat, me 3 në çdo fasadë. 3 portat. Ja ku ke, 1, 2, 3. Tani, do jetë i mrekullueshëm, kjo është perla ati që ka përgatitur, që Abrahami po priste në Hebrejnë 11. Qytetin, thonë, atë tokën e premtuar, qytetin që nuk ka ndërtuar dora e njeriut, por që ka ndërtuar dora, thotë, e Elohim. Prandaj premtimi, vëlla motë, që flet në ligjin për të rirët 30, po flet për mua dhe për ty, që apostujt predikuan, po flisnin për këtë premtim. Jakovi 1, duhet të shikojmë Jakovin 1. Që të interpretosh shkrimin me shkrimin. Mos e lerë që një dikush tjetër në këtë rast të thotë që kjo fjalë është kështu. Mos merr fara të tilla, vëlla motër, se ato fara të tilla masandaj mblidhen në jetën tënde dhe prodhojnë fruta të këqija, që ka të bëjë me sjelljen, me ecjen tonë të asaj që çfarë praktikojmë. Ato janë frutet e asaj farës që ti dhe unë mund të kemi marrë më përpara. Po unë lutem atë që në emër të Jashuas ato fara të liga që janë akoma aktiv në jetën tënde, i ti apo nuk i di, je i vetëdijshëm apo jo, të shkulen në emër të Jashuas, të shkulen nga mendja tënde, nga zemra jote në emër të Jashuas, që fara e mirë, fjala e Atit, që na ngjisë ajo fara e mirë që qëndron për jetë, të japi frute në jetën tënde në emër të Jashuas, 30, 60, 100 pish në emër të Jashuas. Jakovi 1, që është në kontekst. Ja, ta shikosh edhe tina. Kjo profesi, vëlla motër, është akoma aktive. Se thotë, kur të kthehesh, kur ti do të kthehesh. Ky kthim ka ndodhur çatere dhe është akoma aktiv. Që neve po kthehemi që ti bindemi zerit Atit, çfarë do thotë? Ti bindesh urdhrimeve. Po ndodh aktualisht që me mira po vazhdojnë që janë në këtë rast në kishën tradicionale të së dielës, po kthehen për t'u bindur zerit Atit, po kthehen urdhrimet e tija. Kjo është ajo që po ndodh sot. Për të respektuar urdhrimet e tija, po kthehen, po dalin nga skllavëria e mëkatit, vëlla motër. Ti mund të thuash që unë jam besoj tek Mesia, po ka shumë besimtarë që janë në skllavërinë e mëkatit. E di pse? Sepse nuk po praktikojnë urdhrimet e Atit. E di që ka shumë pastorë që janë në skllavërinë e mëkatit, sepse nuk po praktikojnë urdhrimet fesat biblike të Atit. Kujt po e flet? Vëllai, pyetje, kujt po e flet, sepse pyetje duhet të jenë që të na punojnë që ndërgjegjen zemrën tonë. Kujt po e flet Jakovi, shpërdotori Elohimi i Zotit Jashua Mesias, kujt po e flet? Të 12 fiseve të shpërndarë në përbotë. Kush janë 12 fise të shpërndarë në përbotë? Janë 12 fise të Atit që ai kishte dëbuar shpërndarë në të gjitha kombret që ai kishte shpërndarë. Ja ku i kene ekranun, po t'i bej në të blu, në këtë rast që ti do të mbledh përsëri në radhët e të gjitha popujve, përse në atë popuj që Ati kishte shpërndarë. Kjo është profesia që është akoma aktive, vëlla motër. Normal që pastori ten nuk ta thotë, se ai nuk e merr parasysh ligjin për të rinë atë parë. Si do ta di ai çfarë po ndodh tani? Si do ta di që çfarë po restaurohet, çfarë Ati po bën? Shko, prediko lajmin e mirë të mbretërisë, të thonë, po, lavdi Atit, shko, beje. Por, për çfarë? Beso, në këtë rast, pendohu dhe beso, pendohu nga mëkatet që ke shkeru ligjin, edhe masandaj beso tek Mesia që të marrësh premtimin e vullosjes së frymës shenjtë, dhe masandaj çfarë duhet të ecësh në urdhrimet e tija. Por pastaj kaq? Ky është restaurimi që po bën Ati të 12 fiseve që ai ka shpërndarë në përbërë të Jakovit ato të hapurazi. Atë që po ndodh, vëlla motër, atë që po ndodh aktualisht sot në jetën tënde, po të restauron ty, restauron jetën tënde, po të restauron tani në këtë moment në
ecjen e urdhërimeve që ti nuk i dija më përpara. Disa për ju që jeni në miqësinë tonë, normal që nuk i dinim. Po të restauron dhe po të heq, po të kthen nga skllavëria vëlla motër, ty dhe mua bashkë. Po na kthen nga skllavëria e mëkatit, e filozofive të njerëzve që na kanë thënë nga festat e traditat që ishin pagane, njerëzore. Prandaj Mesia qortone në Marku 7 i thotë, ju hipokritë, i thoshte farisinëve të asaj kohe që kishin lënë me njanë urdhrimin e Atit për traditat e etërve të tyre. Ati dëshironte ti restauronte dhe ata ti kthente nga skllavëria, por ishte zemra, se zemra e ngurtë, ishte zemra e mishit. Jo zemra e ngurtë në këtë rast një mendja mishore, që nuk do të mbjelli faren urdhrimet e Atit, që na shpëtojnë vëlla motër, na nxjerrin nga skllavëria, na japin jetën e përjetshme, e pam në fillim të takimit, Mesia veta në Mateu 19. Zbato urdhrimet dhe do të jetosh, e ka fjalën për jetën e përjetshme.